koordinim me amerikanët kemi bërë më shumë se 2-3 hapa mrapa. Do thotë ajo teoria se ne duhet të ecim përpara se kemi aleancën për mi dhe na presionin na shtyp kur se ecim përpara, do thotë to janë fjalë boshe të cilat që 2 vite, çdo ditë 360 ditë sa i ka viti, që 2 vite çdo ditë do të thotë e kemi faktuale që e kemi pas gabim, do të thotë ato që e kemi thonë. Pra ju shikoni që do ketë një koalicion, po kë shikoni një koalicion me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve? Tani unë nuk mendoj që ndërkombëtarët do përcaktojnë direkt se kush me kë dhe sa se si, por kërkesa do t'i jepet, do të thotë kërkesa e ndërkombëtarëve do të jetë karshi përgjegjësisë partive politike që kanë vullnetin e popullit. Që bie përgjegjësia kryesore mbi përgjegjësia kryesore bie mbi partinë e parë, e cila dukshëm është më e madhe se të tjerat dhe proporcionalisht do të thirrën në përgjithësi. Dhe sipas prononcimeve tani mbas zgjedhjeve e shohim që siç është shprehur zotri Kurti ka vullnet të ftoj të gjitha po me një ton shumë të butë të më të relaksuar, sa do të ndodhet një gjë e tillë do ta shohim. Gjithsesi duhet të them edhe një gjë tjetër, se faktori shqiptar që është në Amerikë është një faktor që nënvlerësohet në Kosovë. Edhe gjithanej shqiptar ku ka në përbot, do të thotë faktori shqiptar amerikan nënvlerësohet në vendin tonë. Unë mendoj që duhet ju japet respekti për atë kontribut që kanë bërë. Më saktësisht për të thënë është se ne i shohim kryetarët e partive politike në Republikën e Kosovës, i ndjekim ata si evropianët, si qytetarët shqiptarë të Kosovës në Evropë, si qytetarët të Kosovës në Amerikë, si qytetarët të Kosovës në Kosovë, i shohim këta kryetarë dhe me vëmendje i ndjekim se çka thënë dhe çka bëjnë, ndërsa njerëzit të cilët krahasimisht, pa dashur të nënvlerësojmë, njerëz të cilët kryejnë punë për Republikën e Kosovës, sistematikisht mund të gjejmë në periudhë kohore dhe hapësinore që janë ata shqiptarë amerikanët. Ne fillimisht në fillet tona në kontakte zotri Balla kemi pas temën kur erdhë në pushtet dhe nëse vjen zotri Trump në pushtet para se të vije, ne kemi thënë do të thotë qysh atëherë që nëse vjen zotri Trump, shqiptarët kanë fuqi politike të jashtëzakonshme beyond çka na mundëm me kuptu këtu ku jetojmë. Dhe çfarë dua të them këtë tani praktikisht, do të thotë këtë që çfarë them unë që me tregu që është e vërtetë apo gënjeshtër, është iniciativa e kongresmenit që ishte këtu në prezencë, e cila kaloi sikur të mos jetë ndonjë gjë, por po ti marrësh të gjitha partitë politike Kosovës, ti bësh bashk me gjitha ata individ që në parti politike, nuk din dhe nuk kanë fuqinë të vinë me një rezultat të tillë që të bëjnë një influencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të zgjedhin problemin e minoriteteve, sidomos në Serbi të minoritetit shqiptar, me një formulë të tillë të balancit të minoriteteve minoritetit serb në Kosovë me atë në Serbi. Kemi bërë ne këtu, në ka kalu ligji për në shtetësi që ndihmon fuqinë politike serbe, zotri Balla. Dhe unë nuk po them tash, nuk po akuzoj një parti apo tjetër. Po çfarë dua të them është se rezultati është ky. Shqiptarët amerikanë e kanë shtyr këtë agjendë që të bëhet një zgjedhje mes dy shteteve, duke marrë minoritetet e tyre dhe duke e funksionalizuar dhe zhvilluar mbi këtë formulë demokracinë brenda shteteve tona, dhe ka ardhur kongresmeni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta shtyjë këtë dhe ta funksionalizojë këtë formulë,
e cila do të thotë shkon në dobi të shqiptarëve, pa dyshim. Po amerikanët tani që ju shikoni vëreni më shumë lëvizje në Kosovë. Janë për shkak të gazit apo edhe për qeverinë ka interes? Apo duhet të ketë një qeveri që të firmos për gazin? Jo, amerikanët nuk kanë interes ekonomik me gazin në Kosovë. Kalimi tranzit për në Serbi? Uno? Edhe për kalimin tranzit për në Serbi? Interesi i gazit është do të thotë sigurimi, do të thotë siguria energjetike, do të thotë. Në aspektin e sigurisë kuptohet se si influencohen shtetet apo drejtohen shtetet për krah shteteve të mëdha nëpërmes zhvillimeve ekonomike ku pjesë e saj është edhe infrastruktura e energjisë, edhe gazi si resurs. Dhe tani duhet ne të zgjedhim a dojmë të orientohemi sepse këtu me ndikimin më të lartin në vendin ku jetojmë janë dy shtete, amerikanët dhe rusët në këtë aspekt, dhe ne duhet të drejtohem apo dojmë me rusë apo dojmë me amerikanë. Varësisht se si drejtohemi, do të thojmë anojmë edhe do të thotë anojmë në qëllimet politike të shteteve të mëdha. Ne duhet të ishim ndër të parët të cilët të marrim anë aty nga na erdh vetë liria dhe shteti, por tani ky është testi direkt dhe kjo është indikacioni amerikan, të gjuha diplomatike nuk lën shumë hapësirë për vrejtje më të qeshme ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës. Do thotë nëse nuk akordohemi, atëherë unë shoh një finalizim të përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara në mënyrë formale me qeverinë e Kosovës deri tek jo mirëseardhja e një pushtetari apo sistemit të tij që ka krijuar. Dhe unë shoh që mbas kësaj, nëse nuk akordohemi, amerikanët do të japin një notë verbale e cila do të tregon se formalisht që zotëri Kurti këtë shembull është kundër interesit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe është jo i mirëseardhur për Shtetin e Bashkuar të Amerikës e njohur si në ngrata. Pra që për ta thënë më thjesht për publikun, nëse Kurti nuk firmos kontratën për gazin, amerikanët e shpallin në ngrata. Po. Okej, kam dhe diçka. Me shpresën këtë që e them unë, me shpresën që e kam gabim. Po deri me ta shumë shpesh kam shpresu që e kam gabim, zotëri Balla, po kogja nuk po më dalin gabimet. Të lutem edhe diçka, zgjedhjet e fundit të së dielës i dhanë të drejtë Albin Kurtit apo Vjosa Osmanit për raportin mes tyre? Kush e ka mbajt kë? Kush ka përfituar nga kush? Jo, përfituesi me shumicë dërmuese nga marrëdhënia Osmani dhe Kurti del që është Kurti. Kurti ka përfituar? Po, maksimalisht. Po fati i Vjosa Osmanit tani e tutje si u duka i vetë ofrim brëm pa u mbyllur Kurtit, u vetë ofrua për marrëveshje me vetëvendosjen.